Që tash një rast ku fole për një Gjerman. Ai Gjermani në shpedit ka ardhur pi Zvicre, për ardhen e kish pi bënin për në Zvicër për e teke. Me djalin se qysh ka hinë në Facebook, për më thotë që është tha, bab tha për do marrë një Gjerman. Kum shku, kum priti në aeroport të Adem Jeshare kum marrë. Pa njoft hiq. Jëm dale kum marrë, shku me djalin për Prishtinë, djali pi bo, se di ke gjuhën Gjermani, Gjermani që s'dish, ha? Me gjithë vajzën. Po problem edhe vajza. Edhe vetej. Vajza emrin Patrice, si se do më kujtohet. Jemi do në aeroport, nëse po thonë erdha ajo pranë 5 vite, po dalin shqiptar. Këtë biletet, çu kanë ardhur aty. Pi tham djalit, thash, çaj i fundit gjet më kanë, thash, një turp edhe kish pas një fëmijë për dua, thash 100% që ky ka me dal. Tha jo. Thash baba s'u kanë psikiatri këtë shej sytë u di që ku e pash. Nëse po vodi Gjermani, u përshën sa po tha. Jo tha e ne tha po. Tash për dhe më mbojt taksha e për më ardhë. Tash ja, i me ardhë me kantonin me të morë, e kemi hyp në kjarës. Bashkë që këj vakt, që shtonë konë që sot që janë që këtë të sapi, e kemi morë, e kemi prunë në shpi. Unë i kishë pas problem me boshtit korrizuar, e mi diskale. Kama i kishë pas shpi këto, vujtha me vite. Po edhe me cenishin e qafës. Kejta, s'kish lonë, më tregoj që gjitha shka ka përdore, terapie, fizikal në terapie, të lejlojshme shka ki përdore atje. Atje tha, që jo, me thash, jo 50, thash, për ja ko me të bo, thash me thonë 100% më nejë, për 80, 70 e ki 100 siguret, po bërë ma ki që jatë 100%. Erë punë e pa, gjalli tha, bab, tha, sot tha përrim, tha, nesër më njës. Thash, jo, s'pellom sot e për nesër, për sot do me shti. E shtina, me të gjellën Brilion se final gëtë Gjerman, ditja dhaj se shkonë shkonë të sapi, se dhe lojtarët këtë futbolistë këtë lëndohen, mas po e bënur me sërë, atëherë që ka thyme që janë, ndikon tjetë punë duhet me bon atine. Atëherë drejt me të kalëzue, e shtina në intervene, më gjithë gjallin. Ajo Patricia Karshi, po këshyë, Krak. Krop kwe motor jeken që ka kwe. Trak vish i herë që mon kënë të unë vëdijen, ade? Vish që mon kom intervon tik ja 2-3 trak edhe kom. Tha e paske tha ta mon kiropraktiken se Zvicra po e shtetë në botë që e ka njohë kiropraktiken. A po të nejo? Tash kana nuk njihet kjo fort, edhe miksia nuk e lejon to që mon me përdojë të na. A po të nejo? Po ku ta punojsh, punoj ta mon që duhet më që të kërkujna. Atëherë drejt me ka dhu, ku që në kam. Shumë mirë, hecë shkallë për vjetë të poshtë, për pjetë. Qiken, të mabë në përmes ti qiken dorë. Pe këshyri ato, pe lidhe ato, të më përkëthemi ti mu shtep të o. Thash tja së është për mu. Sa ma shpejt me kalu moshën, vish me shti, se është i këtë është i butë këtheja që shdu. Shko të thovat aj, e jo të kuj 100% me thadhin ishtë kja, nuk bënë të së në mandorë, se mundet më mbetë në kolicë që tonë. E nuk kom qef, atë natë, qa që për lypë hotel më shku më fletë dikona, dhe? Thash ja, s'ki nevoj më shku kërkon, dhe thash, vanë kam, një nush e djallit ishë në familjet vete, për i tham ati, thash, që dë më fletë, shko këshyre sobën, më vajzën tonë, rosh, banona i që djalli, ku pa t'ilën këtë e kishë, në tha, ja, tha, shumë falem njerë. Një nesët, kemi do në qytet, kemi hanë, kemi pi, me thonë, në ora, 2, 3 disa ka pas flytërim për Zvicër, e kemi qumë djallin. Në aeroport Adem Jeshari. Aty në drejt me të ka vëzu, ku shkum në aeroport, i shku një pa lot ati. Thash i sen, folë se kuj ka diçka me babën, pse për kanë. Thash ka kuj diçka, tha. Pi thot djalli, shaki diçka, më si e që cunë, më s'pë... Tha jo, tha. Tash tha për të talde, tha shaka. Po më vje mija, tha që i pasra kësi shqiptarë. Mi po tha gazetet zvistrone, shka shkrujnë kunda shqiptarëve, befasohesh. Dole tha mojë në aeroport, më shërut, më dhatë bukë, më këthyt në aeroport, edhe kam dhërë franga, që di që gjallit ka dhe, më thonë ma, që njëse baba më bim viktim, e pasamuar për pare për dishka, qatë që më ka thonë ma sa për do që ja që garancionin në gjallit, barë më punu atje, për nuk e kom lanë me shku, se ka
është në Bosë të punu atje me furë bukë shko të sapi, e nuk në shën punën e vetej, po një ndërku, mas meje, ka me të shigu që e djallë që të profesion të emi. Se edhe e të shikon profesionin të emi. Se për mi e ka morraj, që ka mund që ma ka thonë baba, unë duhet me a thonë dikujna.